Po atje kur keni shku, domethënë është një diçka interesante që nuk e ke thonë asnjëherë nëpër media. Pse ju kanë menduar që jeni mjek në fillim kur keni shku? Është vërtet diku mos mund të gaboj, mund do 2 javë, 20 ditë, mund do kjo. Edhe më kanë pyet me profesion çka je. Jo vetëm mua po në besë edhe në asimin e Colin kanë pyet, se veç antre kemi qenë. Edhe po, edhe ata e kanë pyet. M'kan pyet çka je me profesionon, i thashë unë jam sekretar në shkollë. Edhe jam kryetari i veteranëve të luftës. Pikë viti pi tregoj pe viti 2000 kam qenë kryetar në Skënderaj e tani kam bërë në Prishtinë kryetari i veteranëve në qendër, edhe kjo është puna. Edhe më thotë nuk je mjek tash, si mjek unë. Pse kanë menduar që jeni mjek? Po, kanë menduar që jemi mjek. Tash arsye aty nuk e di mund të jetë ata mund të jetë ajo për po mund të jetë, edhe arsye. E për Bacenja Kopat kanë thonë edhe për tonë ai. Po më kanë pyetur ky njeri kur sender kam thonë ishte burgosë politik që sot për atë për punën dhe veprën. Për Jakub Krasniqin. Ka qenë profesor në Skënderaj, profesor në Drenas i historisë, i burgosën 11 vite, është qytetari i fundit që u liru nga Serbia pi burgi. Njeri i fundit është. E çka tani ata? Edhe pyetëm mua a një Jakub Krasniqin, gardian që fjalë aty, se pacient kur mëngjes. Ne përcjellëm televizionin, edhe që se kanë ndodhur shpinën pas Jakub, policia edhe njësia speciale e Oleksit, edhe po më thonë ky është pi tregoj. Burgin e cani vutje të krejt. Tani ka qenë zëdhën si qëkës, qas është mjek e kjo është rang, kjo është mjek, kjo është, pi të regoj një profesor historisë, doktor shkence. Ata e konë keq informum prej raportit keq informum, po gardianët kanë qenë shumë të mirë. Unë gjithmonë ndoj pjesën e gardianëve për 37. E çka një me si që kanë pritë kryetarët, ata gardianët? Gardianët kanë qenë. Për shembull, ish president Hashim Thaçi që po, gardianët kanë qenë shumë të mirë, se duhet mi ndohë këto. Gjykata është diçka tjetër, prokuria është diçka tjetër. Po ata janë veç punëtor burr. Po, ata janë punëtor, ato kanë nëse ka dikush vaj ka shefi, hierarkia. Edhe gardian ka qenë shumë mirë, cilë shumë mirë me neve, që ka të plasu në për ta mujtë korit, nga pëse në Holandez ata, unë jem shqiptar, unë mujtë nga boj me full diçka keq, po për mu është dopsi e modhe, nësë unë genjej diçka po raj për gardian, ashtë mirë cilë me neve, se shpesh që kanë thonë presidentit, si kanë thonë, në me nashim apo Thaçi, se ata zakush bjamën e përmenin, po kanë ndodhë president, bili tani mund të theke shpesh Nasimi. Gardianët e kanë thirrë president. Po, kjo është e vërtet. Edhe shpesh edhe Nasimi thot, edhe Buçati. Edhe ata thellësisht e dinë që ata janë të pafajshëm. Po them sinqerisht ata ju ka shumë keq, se shqiptarët i kanë ndesht, se për shtypjet mia kishin në Ramosh Haradini ato. Pse? Kur ka qenë atku generali Ramosh Haradini apo ish kryeministri Burg, në atku kur ne kishin një përshtypje shumë të mirë. Po i them me sinqeritet më të mirë. Dhe kalon derën qel. E kalon derën kështu, apo të shqiptarët si mi pas ata shqiptarët në zemrën, domethënë kishin një përshtypje shumë mirë Ramushin, e kanë ndihmuar shumë Ramushin. Ka qenë shumë njeri i mirë, shumë edukator ka qenë, shumë i sjellshëm. Edhe tani në bazë të saj që kishte një Ramushin një përshtypje shumë mirë, tani na gjetëm ato, po të mësish një përkoj tyne. Ka qenë një gardian bosnjak, i Banja Luka, jo i Tuzlës. Ka qenë, edhe tini bindën tash mund dikush me më thonë hysi po rran, apo këtori, ka qitë burek. Edhe ka nërë buk me neve gardian. Jo njerë, po me qindra ka nërë buk, unë po flasë gjithmonë për 37 mujë sa kom në burg ato, ka nërë buk edhe ka nërë buk në pineve, se në kemë thonë, bëni me mërë buk shtirë, se kujdesaria ku ishën, s'kishin buk edhe ka nërë buk pineve. Për general Ramosh Haradini, të më thonë sa e ushtron zakonisht të e shumë i të ushtru fitness e del nga unë, atja kishë ushtru sa ka qenë ju? Po, është e vërtet, generali kishë ushtru shumë, sa na kena bu fitness një orë gjysë bëshëm fitness, ka herë kanë duhet 2 herë në ditje, na kanë që ku ishtë dita vera, kuptohet dita gatë. Po, generali, ata e kam ditë tegat ekstra vetëm për Ramosh Haradinin për generalin. Se ato tegat sot asoj dite, asnjë njeri nuk më mishu. Ato janë vetëm një dorë për një dorë, kështu, edhe janë tegat që janë edhe në çosh kanë qenë, edhe na pak me hajgore, me shakat, të thonë, ti morëm, tha ju, ata këtu na vjen kesh, këtu janë Ramosh Haradinit. Këtu ta kena bli ekstra, i kena porosit, ishin porosit ekstra për generalin Ramosh Haradini, se ato tega sot asoj dite nuk ka njeri që më nishon. Për jashtë Ramosh Haradini. Kryeministri. Ramosh Haradini. Kjo është e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Kanë ndryshuar as rregullat shumë atje, shumë. Çi keni qenë në mëzveti kryetarët e mirë? Po to mirë, janë to të vënë. Thonë për shkakun që janë të ndorë atje, janë Xhep Selimi, Sfolja, çka janë këtu? Ja, këtu janë gjitha gënjeshtra. Po. Ai që ka thonë kështu, mendon kështu janë gjitha. A keni humbur buk bashkë, keni nejt me po ne ka qenë dhoma ditës, so kjo sollsim këtu. Cilat janë raportet e ish presidentit Hashim Thaçi me Xhep Selimin? Shumë mira, si luftë. Mund dikush me rajt, mund dikush me çpif. Është shumë gënjesër e madhe. Kanë qenë raportet më të mira të mundshme që mund, më raportet më të mira të mundshme. Tini të bindën te Zoti. Se nuk kam nevojë me rajtën e besojnë Zot, tini kanë qenë raportet shumë më të mira. Unë pandrej Nasim Haradini pikë kësaj studios që mos ishte Nasim Haradini më na ndihmon.
në gjitha aspektet, sidomos ushqim. Nështë unë kisha hik shumë. Do të viti për Po ju them me sinqeritet, e meritase e kem shok mira. Nasimi gjithë na ka pësu ushqim, tani u mësu më na ka pak, Rejza mos më ka mirë, po kështu ne kemi qenë shok ato, kemi qenë të burgosën, partitë politike sa kanë interesuar, ne na Për kanë Bajram që ke cekni diçka interesante? Është e vërtet për Bajram, sidhën e Bajramit e ka pru një hoqë, nuk e di a ka qenë turka, shqiptar apo bosnjak, çka ka qenë nuk e di. Gjithmonë sidhën e Bajramit na kanë pruë prej xhamis, prej qytetit, sukon atë shtëpia me qenë e ka pruë sidhën e Bajramit, kjo shumë e vërtet. Po edhe me 24 dhjetor vajnoti që i thojnë ata Krishtlindit që janë, gjithmonë na kanë pruë edhe dita mretit Hollandës ka qenë e kanë pruë ekstra ushqimin, kjo është e vërtet se e kanë pruë holandez. E gjithmonë kam fjalë te gardian. E kam pruë gjithmonë, kjo ka qenë shumë e vërtet. Nëse s'gaboj në një deklaratë të komandantit të ushtrisë ligjore të Kosovës Najt Hasani, thotë që presidenti thotë që pas ka dashur me u taku me Albin Kurtin në Hog, po kë i fundit nuk ka shku me taku. Sa është e vërtet? Ka mundësi se ato vizitat ka qenë private, ku kanë me na vizitu shokët, që unë du të falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës edhe Mergaten, që na kanë ardhur në vizitë. Çdo tretë ditë kemi pas vizitë, se ne